Aksioni për lirimin e hapësirave publike në Lungomare nisi një vit më parë ku ndërmorën ndërhyrje për heqjen e strukturave të vendosura nga bizneset. Megjithatë, këtë vit bizneset që operojnë në këtë zonë shprehen të paqartë për mënyrën se si do të veprohet gjatë sezonit turistik. Disa prej bizneseve të menaxhuara edhe nga shtetas italian ngren shqetësimin se pas ndërhyrjes së kryer vitin e kaluar dhe një letër të ardhur nga Bashkia e Vlorës për afatet e vendosura, procesi mbeti në mes dhe nuk pati më vimësi. Kjo ka ngritur pikpyetje për mënyrën se si do të menaxhohen hapësirat publike për gjatë këtij sezoni. Cuomo Ciro dhe Megi Beizaj kanë ngritur një letër shqetësimi, ndërsa sipas tyre një tjetër problem mbeten dhe vend grumbullimet e mbetjeve. Ata thonë se këto pika janë vendosur larg zonave ku operojnë bizneset, por dhe larg banesave, ndonë se dihet që Lungomare është një zonë shumë e populluar dhe me fluks të lartë vizitorësh. Le strutture fisse, tendoni fissi, capito, dai suoli pubblici. È arrivato un ordine? È arrivata un'ordinanza in 10 giorni dovevamo togliere via. Aksioni I nisur vitin e kaluar për heqjen e strukturave metalike dhe ato fikse të vendosura nga bizneset në Lungomare nuk vijoi më. Ne na mbriti një letër që brenda 10 ditësh duhet të ndërhynin për të larguar menjëherë strukturat metalike dhe ato që zinë në hapësirat publike. Kështu vepruam. Por unë çfarë po shikoj, kjo nuk është vepruar një lloj në të gjitha bizneset që shtrihen në Lungomare. Ndërkohë që një tjetër problem shumë I madh mbetet se si do të funksionojë kjo situatë për sezonin turistik. Jemi pothuajse në prag të tij, jemi në muajin mars dhe ne duhet të ishim gati për sa I përket tavolinave, hapësirave publike apo strukturave metalike, qoftë ato edhe çadrave të lëvizshme të cilat duhet të vijnë në bizneset tona. Nuk kam shkuar në bashki. Jo, me të vërtetë nuk kam shkuar sepse prisja që këta të fundit të mbrinin pranë bizneseve dhe të përcaktonin se si do të funksiononte situata për sezonin turistik të këtij viti. Ne jemi ende në pritje dhe nuk dim ende asgjë. Dakord, u liruan hapësirat publike, por duhet të ndërhyej edhe më mirë dhe gjithçka të kryej në të gjitha hapësirat e lejueshme në zonën e Lungomares. Ndërkohë një tjetër problem mbeten edhe koshat e mbeturinave të cilat tashmë janë larguar nga afërsia e bizneseve, por edhe zonave ku banojnë qytetarë dhe turistë dhe janë vendosur shumë larg. Jemi pranë sezonit turistik dhe këtu do të vinë shumë të huaj për të frekuentuar Vlorën dhe për të kaluar disa ditë pushime. Edhe këta nuk duket se do të gjejnë vend dot për të hedhur mbeturinat dhe ndoshta do të krijohet një situatë problematike. Ajo çfarë kërkojmë është padyshim vendosja e koshave të mbeturinave edhe më afër bizneseve, por dhe zonave të banuara. Lungomarja është dhe mbetet një nga zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, ndaj duhet të ketë vëmendje maksimale. Jo, asgjë, jo, ka asgjë, do të thënë, nuk kemi ku të hedhim llozhat, nuk kemi ku t'i çojmë, është shumë larg. Unë jam me 2 fëmijë, duhet të bëj gjithë ato rrugë të gjatë për t'i hedhur, për t'i bërë. E kupton? Më përpara kanë ekzistuar Po, mbrapa shtëpisë kisha, te pallati, mbrapa. Ishin afër. Tani s'kam. Si veproni? Çfarë bëni? Po, ku na jepën mundësi vetëm I hedhim. E kupton? Se çfarë do bëjmë? Mundohemi të vemi deri ku janë çuar tani për momentin. Ndërkohë, një tjetër problem e ngritur nga Xhixhi ishte ajo e heqjes së strukturave metalike. Ju I keni hequr, por duket se nuk është bërë më asnjë gjë tjetër përveç atij aksionit të atyre dikte. Po, është vërtet. Është vërtet, nuk është hequr asgjë. Thanë që do hiqen, por nuk janë hequr. Shumica s'besoj të kenë hequr. Aksioni për heqjen e strukturave dhe lirimin e hapësirave publike nisi një vit më parë, ndërsa bizneset tashmë ngren shqetësimin se si do të operohet këtë vit, pasi nuk kanë asnjë informacion nga Bashkia e Vlorës.